3 nga parametrat janë 2 ose 3 fish mbi normë, parametri i dioksidit të karbonit dhe parametrat e PM2.5, grinca dhe PM2.5 dhe PM10. Kjo vjen si rezultat i aktivitetit të lartë industrial që ka në zonë, në orarin e matjes që është zhvilluar. Kemi makineri teknologjike të vjetruara, pra që shkaktojnë këtë dëm mjedisor të lartë, po ashtu edhe konsum i cilësisë dobët të karburantit, mund të themi, dhe aktivitet i rënuar dhe intensiv për sa i përket shërbimeve që ka porti, apo ngarkim shkarkimeve apo dhe shërbimeve industriale që vetë porti ushtron. Fatkeqësisht, politikat e ndotjes së ajrit janë gati nul. Pra nuk ekziston asnjë dokumenti politik pranë bashkisë apo autoriteteve përkatëse për sa i takon përmirësisë së cilësisë së ajrit. Faktikisht duhet ishin marrë masa për sa i takon menaxhimit të trafikut, në Durrës mungon edhe një plan i mirëfillt të menaxhimit të trafikut, çka do të reduktonte njëkohësisht shkarkimet e gazeve të PM10-s, PM2.5-s dhe të gjithë gazeve të tjera të ndotëse të makinave, dhe nga kjo tjetër mungojnë politikat e duhura të shkarkimit të ujrave të zeza. Qyteti i Durrësit është një njollë e zezë e shkarkimit të mbetjeve të njëkohësisht të ujrave të zeza. Kudo ku ecim, vazhdimisht kemi ujra të ndotur, të cilët më pas ndikojnë jetën e kafshëve, ndikojnë jetën dhe kthehet edhe tek jeta e familjarëve tonë. Qyteti është duke u bërë gjithmonë më tepër i pajetueshëm. Volga unë mbaj mend kur jam qenë e vogël mbante tërësisht era leshtëri, kishte një erë deti shumë të fortë, që tani ndjehet gjithmonë më pak. Zgjidhja në këtë rast është diçka shumë kolektive. Kërkon që shumë njerëz të bëhen bashkë, fillojnë që të diskutojnë këto gjëra, fillojnë të mendojnë që shiko, nuk është më e nevojshme me dalë me makinë gjithandej, mund të fillojmë të zëvendësojmë makinën me mjete të tjera transportuese, me biçikletë ose të kërkojmë një transport më të mirë urban, për shkak se edhe sistemi i transportit urban në Durrës është skandaloz.